Pritej që do të ketë balotazh, çfarë ndodhi në Gjilan? Në Gjilan edhe për mua është njëjtë e pa kuptim si me rastin e Mitrovicës. Po nëse elaborojmë për fillimit deri në fund, keme pasën ndoshta pak një zonë pak më interesant, po unë vazhdimisht jem kon kritik i qeverisë lokale, po për mu ka qenë çudi që kandidat për kryetar që kanë qenë që prezentojshin në studio, nuk e kanë kry punën e vetë mas mirëti ashtu që shdojtë. Të përnë, nuk kanë diskutu fare për skandalet e punësimit që është shumë adekate, ata kanë folë për disa skandalet të tenderimit, ku asnjëri prej tyre që për qytetarët ai keni dërgu në prokurori thëshin jo, atëherë pse po diskuton. Për mua është e paqartë që në Gjilan nuk mohet mend pe kohës se sa ka qenë indjerin gjallë Rugova që s'ka fitu kërkosh pa ballotazh në Gjilan. Edhe në kohën kur Qemajt Mustafa, koha arte Qemajt Mustafa që jashtëzakonisht shumë ka punu në qytet, nuk ka mujt me fitu pa ballotazh. Dhe ata me 100 probleme u shku ngarë për me fitu. Për mu ke e paqartë edhe çuditshme çysh ka mundësi me gjitha ato kritika, edhe në fund menoj që Albani ka me fitu pa ballotazh me votat e diasporës. Pavarësisht ne mëj me pas paknasi deri në qiell, po këto kundër kandidat nuk ka rritën me dëshmu në debate televizive, Preshti Meriadi ka qenë më i qartë, po jo në pikat ku i ka dhimbë të mas shumëti. Do thonë 2 pikat nxehta që se kanë diskutu kur është punësimet në arsim dhe në shëndetësi. Nëse kanë punësu aty prafërsisht 300 mësimdhënësa për 4 vjet, po një 30.000, 20.000, më falni, ofër 15.000 kandidat që kanë konkuru i kanë irritu. Këto s'kanë qenë në gjendje, as 30% e qytynave që kanë qenë të irritum me tërheksi nga të veti. Po prap Albani ka bindën që me gjitha ato skandalit që ju ndalën, u shkarku drejtoresha për e pare arsimit për çështjet e nepotizmit, po të njëjtë persona jënë punësu gjatë rrugës vazhdimisht, edhe kërkosh se ngriti mazonin. Domethënë u shkarku një drejtoresh, kogja e sjellshme edhe punëtore, por shkak të nepotizmit, por rrugës i punësu komplet ato kandidat që u akuzu për nepotizëm. Mi pra, si përmbledhje nuk jeni kënaqur me rezultatin e Gjilanit deri tani? Unë dyshoj që aty ka hapësirë edhe për prokurori, se çysh ka ndodhen. Pse po është faqna i parregullsi në ditën e zgjedhjeve? Po, ka shumë parregullsi. Shumë votues për qyteti kanë që janë Kamenisi kanë kthy, janë në Novobërt. Po këto unë çudi pse kanë ngrit si çështje as partitë opozitare. Që nëse ke shku si qytetari Gjilanit me votu në Kamenic, ke votu për kryetarin e Gjilanit apo për kryetarin e Kamenicës? Kanë ndodhen pa i pyet qytetarët që kanë votuar rregullisht në Gjilan, vendbanimin e kanë në Gjilan, po nëse kanë ndërtu një shtëpi burri njëri antari familjes është dikun tjetër, pa ata kanë dokumentat e objekti vjetër, kanë jetu brenda qytetit, pa i pyetën, i kanë bartë, kanë qenë banor të Novobërdës. Nëse pa i pyet, çto është diskutimi, po KQZ për hir të vërtetës ka bo vazhdimisht fushata që me hy edhe me shiku vend votimin ku do t'jeni në këto zgjedhje lokale. Po tash i keni plak 60 vjet, 80 vjet, si po përshtyp ose një 18 vjeçar, një 20 vjeçar, as që ka idenë se sa është e rëndësishme me hy me këshyrën ku ka me votu. Ai 20 vjeçari veç pyet kush është më i miri. Edhe partitë opozitare, si ato në kuvend të Kosovës, si ato që ishen në ngarë, nuk e kanë ngritë zonën pse një ofë ditë para zgjedhjeve u shpërndan pare për qeverisë Kosovës. Edhe për idenë të emë edhe këto janë blerje vota. Do ka 100 euro për studentat, për pensionistat edhe për këto me nevojat veçanta. Ose ka qenë si një kategori e veçantë që kanë marrën, ku ato janë votues potencial ati që shpërndan mjetë, sepse janë shumë nevojli. Këto u kondosh mi rregullu me ligje, jo me shpërnda pare për vota. Unë nuk e kom dëgju që një parti ka ngritë zonin. Realisht, këto nuk e kuptoj, partit edhe këto garuz që ne që flasim në studio, ne krymë vesh një punë që ne ke marrë si informat, ose kem dëgju, ose ne ka dërgu dikush si informat, ne nuk ja fitojmë zgjedhjet, as nuk ja hupim dikujt. Këto nuk e kanë pas qartë, një pjesë e kandidatëve kanë menu që ne në studio gjatë diskutimit kemi afitu dikuj zgjedhje. Se ka pas pritshmëri të tilla, thuni ju, bikem që zgjedhje duhet mi fitu një kandidat përmes fjalës së një analisti politik?
Nor, a e ki po, dëmëllon, ka pas kandidat, që ka pas shumë skandale në komuna, kur o do në debat, vish ka nejtë. Asë një herë nuk e ka shtjellu një çështje konkrete. Në rastin e Gjilanit ki, kuvend komunal, vish mi u referu, sa skandalet këshilltar komunal i kanë nxjerrën, i kanë diskutu në kuvend komunal për presionet që janë të ju bo në institucionet të ndryshme, në shëndetësi edhe në arsim. Asë një herë nuk është diskutu në debate televizive që ato presione a kanë më përkthy me vot, a kanë më përkthy me venat punës, se dikush e lën venin e punës edhe e merr dikush tjetër. Asë nuk është diskutu, kanë menuar që në studio diskutimet që kanë mund ngritën çështje të ndryshme, kandidatëve për kryetar kanë ju letur rruga. Ato nuk e kanë kuptuar që ne ngritmi çështje, diskutojmë fenomene, ato që kemi informatat, po ato që si kemi informatat i përpunojmë e këshyrë me se që janë të shku, po ne nuk ndikojmë në zgjedhje. Para se të dalë edhe tek dy të ftuarit e mi tjerë, na kemi diskutuar në studio shpesh që so kanë qenë gatshëm parti tjera ta kandidu një kandidat shumë të fortë që e sfidon kandidatin i cili është kryetar aktual në cilën të komunë. Dhe më thonë, ka parti politike që automatikisht me kandidaturën e X personit i ka dorëzu komunën me dur të veta të kandidatët që udhëheqin. Është e vërtet. Ne të folë në ato komuna ku nuk është punu, edhe kandidat tjerë kanë mendu që ne e marrin komunën letë sepse nuk është punu. Ato nuk e kanë ditë që edhe pse s'ka punu, a e banë PR-in dhe propagandën vazhdimisht, e përcjell. Edhe tek ne, një pjesë e kandidatëve nuk kanë bashkëpunu me njerëz që me këshilltar të mediave, që e njeh median edhe që ndikon pozitivisht me kriju një opinion. Ti nuk është koxha problematike pe opozitës me marr pozitën e kryetarit pa bënë një PR të dy fisht më shumë se ai që është pozitë, sa e ka shumë lehtë, ai është pozitë. E ka pozitën e kryetarit, e ka infrastrukturën e gjitha që ka ndodhur brenda komunës, si në zhvillimin ekonomik, si investimet në arsim, si në shëndetësi, po nëse s'ka investu, e ka një arsye që ka me plasu. Ky që është pretendent me marë, me urzu kryetarin e komunës, ky do të 10 fishin më shumë me punu, edhe kur dalë në studio me dokumenta, më ka tërheq Riadi, ka provu me dokumenta, po nuk i ka mjaftu veç Riadi. Ka pas tjetër kandidat që i ka rreshur plak për ballë kritika që ka pas. Por është marrëveshjet mbrëmshme bekem që kurdo që e merr Albani përsëri komunën të ketë ndonjë bashkëpunim mes tyre, kështu që nuk i dihet. Po është po, edhe me një mënyrë ose me një tjetër, ai ka pas nevojë edhe ka nevojë për me bashkëpunu për dikant për kuvend komunal. Se situatën e kaluame, domethënë këto 4 vite që shkuan 2 vitet e fundit, nuk e ka pas kuvendin. Edhe këto nuk ishin gjendje, edhe pse ai se kishte kuvendi, kaloi projektet e veta. Para në vitin 2023, por me votu buxhetin e 2024-s, 2025-s, është ngrit në kuvendin komunal, po nga këto këshilltar, të këtyre partive që pretendojnë me marr komunën, nuk ta votojnë buxhetin pa në konkursin në arsim edhe në shëndetësi se ke pas shkelje.